Në vazhdimsi ne kemi probleme me pacientët të cilët nuk e kryejnë obligimin e Ramazanit dhe të agjerimit ashtu siç duhet, dhe këtu dua të theksoj mënyrën e ushqyerit, pra të ngrënies së iftarit dhe të ngrënies së syfirit. Fillimisht dua të them se kemi një numër të madh edhe të qytetarëve të cilët edhe kanë sëmundje të ndryshme, të themi sëmundje kronike, por ja që mundohen dhe e mbajnë, janë të agjerueshëm, pra e mbajnë Ramazanin. Rekomandimet tona janë që në iftar të hahet ngadalë, pra të konsumohet ushqimi në mënyrë të ngadalshme, të konsumohet sasi e mjaftueshme e ujit, pra e lëngjeve, pastaj të hahen, të konsumohen ushqime të lehta, jo ushqime të cilët përmbajnë shumë yndyrna dhe shumë sheqerna apo karbohidrate, të cilët pastaj ndikojnë që ta fryjnë luktin, pasi që nuk mund se dim se kur konsumojmë në ushqim krejt energjia e trupit koncentrohet në lukt që ta përpunojë atë ushqim të cilin ne në mënyrë për një periudhë të 10-15 minutave e kemi konsumuar dhe nuk arrin që të tretet ushqimi. Pra për këtë arsye u bëjmë apel pra qytetarëve atyre të cilët janë të agjerueshëm që të konsumojnë më ngadalë ushqimin dhe të marrin sasi të vogla të ushqimit, që mund një pjesë të asaj ta ndajnë në një porcion, të hanë edhe gjatë periudhës derisa të vijë koha e syfirit. Pastaj po ashtu na vjen koha e syfirit, ku edhe atëherë ka një numër të qytetarëve, të popullatës që ngarkohen me ushqime të rënda, do thotë që hanë brumna, të cilët po ashtu ndikojnë në shëndetin në përgjithësi të pacientëve, veçanërisht te numri i pacientëve, pasi që kemi numër pacientëve që kanë edhe sëmundje të ndryshme, të cilët edhe ashtu e ngarkojnë te mase organizmin e tyre dhe komplikojnë gjendjen e tyre shëndetësore. Pra duhet ushqime të lehta, të konsumojnë lëndje dhe është e mirë që të konsumohet ndonjë hurma që i kemi në tradicionale, të cilët përmbajnë sasi të mjaftueshme të karbohidrate apo të sheqernave, të cilët gjatë ditës do t'ja zaventësojnë organizmit ton atë mungesë të sheqerit që e kemi, se vetë duhet ta dinë vetë qytetarët se organizmi jon ka një sasi të madhe të depove që i kemi në vetë organizmin të sheqernave dhe të yndyrnave, dhe në momentin ne kur jemi të agjerueshëm, pra orët e para organizmi i vetë konsumon sheqernat të cilët i kemi në organizëm si rezerva, pastaj fillon t'i konsumojë yndyrnat, dhe për këtë arsye është edhe dobia e vetë agjerimit, pra e vetë Ramazanit, pasi që vetë organizmi jo në atë mënyrë i tretën ato yndyrna dhe sheqerna të cilët i kemi rezerva depo të tepërta në organizmin tonë, pra në një farë mënyrë ato tretën derisa të vijë koha kur e kemi edhe ngrënien e iftarit. Pra për këtë arsye duhet të jenë të kujdesshëm qytetarët, pasi që për fat të keq një numër i tyre mbas ngrënies së iftarit apo të syfirit mbarojnë edhe në spital, pra mbarojnë në shërbimet e urgjencës.